eksaktësisht në komisionin tonë për Europën dhe punët e jashtme ne do shohim ose jo përputhjen me legjislacionin evropian, ashtu se kundër pastaj edhe gjithë komisionet e tjera. Po për sa kohë nuk kam pritur akoma, nuk është bërë dhe kjo. Unë mendoj që zoti McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm i Bashkimit Evropian, në fjalën e tij nuk ju referua një rast specifik dhe të paktën me gjithçka që kam ndjekur, me të gjitha raportet që kam lexuar nga Bashkimi Evropian, për të dëshirës opozitës për ta lexuar kështu, në asnjë prej tyre nuk kemi raste specifike dhe nuk kemi deklarata për raste specifike, sepse jemi të sinqert, politika brendshme e Shqipërisë nuk mendoj se është interesi kryesor i Bashkimit Evropian në këtë moment. Ata interesohen për rrugtimin ton drejt atje, por çfarë do duhet intereson kaq shumë për një rast specifik që merr një vendim një grup parlamentar. Dhe në rastin e imunitetit mendoj që ka qenë një përgjigje për gjithë pyetjet dhe skeptikët, por nuk mendoj realisht se i referohet vetëm një rasti specifik. I referohet standardit që ti mund të krijosh me anë të një akti. Dhe pa diskutim, frikës se mos ndoshta një akt i caktuar lë pastaj vend edhe për herë të tjera dhe raste ndoshta edhe më të rënda dhe më të vështira, lë një precedent për të vazhduar më tej me të njëjtin arsyetim. Ka një pyetje tjetër. Ju jeni anëtare e Komisionit Parlamentar Politikë të Jashtme dhe të Europës, që mbat të njëjtin emër me Ministrinë Përkatëse. Kemi pasur disa lëvizje në ministri, sikundur ju e dini, e para një ka një kritik publik e zotit kryeministri, i cili tha që punon vetëm ministrja dhe Roja i Derës në këtë godinë, kritik ndaj trupit diplomatik, një ligj i ri për diplomacinë në Shqipëri, vendosja fillimisht e zonjës Spiro Pali për t'i dhënë një dimension më politik ministrisë, duke qenë se diplomacia politike do ishte nevojshme në fazën e përmbylljes kapitujve dhe lobimit të vendet anëtare, pastaj brenda një kohe shumë të shkurtër u zvendosua ai ministër me profil teknik, teknicien i cili vjen në radhë të diplomacisë, i cili ka mbartur dhe një sër debatesh ditët e fundit për disa deklarata që ai ka bërë. Pra si shihni këto zhvillime të vrullshme, të themi, në politikën tonë të jashtme, edhe raste të tjera që kanë bërë debat publik, ju një komision, ju keni digjes me ambasadorët, një ambasadoret në Katar, nuk zgaboj, ishte një vajzë e re, cila s'kishte eksperiencë direkt në bankat e Shkodrës, emërohet ambasadore. Ndërkohë që ambasador karriere janë të shqetësuar në lidhje me këto zhvillime. Për sa i përket të gjithë diskutimit, fillimisht dua të them se deklarata e kryeministrit për Ministrinë e Jashtme ka gjetur vend në fakt. Duhet thënë se ajo ministri nuk e ka arritur, të paktën deri më tani ne ishte edhe një fazë përpara se të kalonte ligji për shërbimin e jashtëm, një ligj që e modernizon në fakt jo vetëm strukturën e brendshme, sepse e di që edhe shumë qytetarë kanë menduar se bëhet fjalë vetëm për punonjësit e ministrisë në vetvete, por në fakt kryeministri nuk ka targetuar vetë punonjësit, ai sa ka targetuar mënyrën shumë tradicionale dhe ndoshta e thënë old fashion se si Ministria e Jashtme procedonte. Tani në një shtet si Shqipëria, i cili po përpiqet modernizohet, i cili po përpiqet që sidomos teknologjinë ta kthejë në pikë të fortë, inteligjencën artificiale ta bëjë pjesë të rëndësishme të proceseve të saj. Ju vetë përmendët diellën dhe kur Shqipëria arrin një standard të tillë apo arrin një nivel ku ne mund të pretendojmë që të kemi një ministër AI, Diella ka shumë probleme tani se dje ishin mediat austriake dhe gjermane kishin bërë artikuj specifik në drejtim të diellës. Unë mendoj që historia e diellës do të zgjash sa dhe do ta shikojmë se do përfundoj në fund, por për sa i përket nuk mund të ketë një kontrast kaq të fortë, sidomos politika e jashtme, sepse duhet të kemi parasysh edhe vendosja edhe iniciativa për të vendosur diellën apo iniciativa të ngjashme në fakt kanë një mesazh shumë të fortë politikës jashtme. Ju vetë cituat shumë media që e komentojnë këtë gjë, ka bërë një jehon në media ndërkombëtare, është krijuar një pikpyetje në disa tryeza ndërkombëtare dhe kjo më lë të mendoj se edhe ky si mekanizëm është një mekanizëm diplomatik, është një mekanizëm për të krijuar një, po themi, edhe një lloj roli të ri të Shqipërisë në tryezën ndërkombëtare për të sjellë diçka ndryshe, ndërkohë që ministria, aparati mbrapa i Ministrisë së Jashtme është akoma tek telegrami, në sensin e edhe ambicjes, edhe mënyrës se punohet, në mënyrë shumë tradicionale dhe shumë të vjetër. Sera vetëm një ndryrje shumë të vogël. Presidenti Vučić i Serbisë kreu një vizitë 5 ditore në Kinë. Dhe erdhi nga Kina me rrafsh $1 miliard investime në fushën e AI-t nga Kina në Serbi dhe në fushën e prodhimit të humanoidëve, robotik, pra me investime konkrete. Maqedonia e Veriut pa fermën e parë të AI-t me paratë e Bashkimit Evropian,
në Ballkanin Perëndimor. Investime konkrete të prekshme hapin vende pune, pavarësisht se nga se shtetet ndryshme kanë partneritete të ndryshme, të themi. Shqipërisë tani intereson vetëm PR-i, pra marketingu, apo ka nevojë për gjëra konkrete? Absolutisht që nuk mendoj se i vlen vetëm PR-i, dhe pse mendoj që për një vend si Shqipëria është një pjesë integrale dhe e rëndësishme e gjithë procesit, dhe më duhet të them që ndikon. Pra ka pjesën e vetë të ndikimit në mënyrën se si Shqipëria shfaqet, se si Shqipëria qaset nga tjerët, sepse mos të harrojmë dhe dinamikën që Shqipërisë është dashur një punë e madhe edhe nga ana PR-it për të ndryshuar fillimisht mendimin për Shqipërinë. Çka një dinamikë, cilën ndoshta shumë vende të tjera nuk e kanë pasur siç Shqipëria e ka pasur. Kështu që në këtë aspekt i është dashur një dorë edhe në këtë. Përsa i përket pjesës tjetër, tani sigurisht për krahasime, sepse patjetër nuk jam edhe eksperte për të folur për këtë gjë, por vetëm pak më parë, vetëm disa ditë më parë, pati kryeministri Rama një takim me CEO-n e Microsoftit, kemi mundësi reale që Shqipërinë ta kthejmë në një vend ku kryefjalë të jetë digitalizimi. Unë e thash dhe pak më parë, fakti që ne kemi ndërthurur kaq shumë teknologjinë, sidomos tek sajtet dhe softwarët e qeverisjes, gjë që nuk ka ndodhur shumë në rajon dhe as në vendet e Bashkimit Evropian, mendoj që ky është një moment shumë i mirë që patjetër duke gjetur lidhje dhe kontakte të duhura mundet që edhe Shqipëria të jetë dhe të eci mirë në këtë drejtim. Dakor, po ka një problem se nga një anë ajo që ju thoni përkon me sfidat e shekullit 21 edhe me revolucionin e 5 industrial dhe është afërmend që Shqipëria duhet bëjë hapa shumë të shpejt përpara në këtë drejtim. Por kemi një handicap, pra Shqipëria shkoi nga 338 komuna dhe bashkinë, 61 bashki për të rritur eficiencën. Po kalon sistemin digjital të shërbimeve për të rritur pikërisht eficiencën, paktën kështu reklamohet. Për luftuar dhe korrupsionin